Me 27 vota për, këshilltarët komunal të Tetovës miratuan buxhetin e komunës për vitin 2026. Ai do të arrijë në 45,5 milion euro, prej të cilave mbi 40% ose 17,5 milion euro janë të destinuara për investime kapitale, sipas kryetarit të komunës Bilal Kasami. Ai shtoi se përveç investimeve kapitale nga janari i vitit 2026 do të nisë edhe shërbimi i transportit publik falas një premtimi dhënë më parë. Pra është një buxhet zhvillimor që parasheh ndërtimin e shkollave të reja, rrugëve të reja, pishinave, ujë, kanalizim dhe gjithçka që ka të bëjë për një qytet më të mirë. Dhe me përgatitjet që do të bëjmë ndërmarrja nga janari do të nisë edhe implementimi i këtij premtimi parazgjedhor që qytetarët e komunës Tetovës të kenë transport falas. Nga më mirë për Tetovën thonë se shumica e investimeve kapitale tashmë janë bërë para zgjedhjeve dhe qytetarët do të duhet të paguajnë për punët e vitit 2025, ndërsa ata kritikuan edhe ndarjen e 570.000 eurove për punësime të, siç thanë, aktivistëve partijak. Dëgjova se është dikun 4,5 milion euro për dallim për materiale fillesare i cili është 47 milion. Shohim se ka rritje më të madhe në investimet kapitale, dikun 60% më tepër se sa nga viti i kaluar, që është shumë në rregull kur duket në letër, mirë po sipas materialeve që i pranuam, shohim se janë investimet të cilët janë bërë në vitin 2025 që ka të bëjë me fushatën zgjedhore. I bie që investimet që janë bërë gjatë fushatës zgjedhore tani do t'i paguajmë ne në buxhetin e vitit 2026. Pjesa tjetër është se vazhdojmë të kemi punësime me kontratën e komunës së Tetovës. Është një sumë gati 570.000 euro, e cila nëse akumulohet total nga kjo udhëtësi i bie afër dikun 2,5 milion euro të qytetarëve të komunës së Tetovës janë shpenzuar për kontratat e militantëve të partijak. Opozita kritikoi se komuna e Tetovës nuk po investon në ruajtjen e trashëgimisë kulturore të qytetit, duke akuzuar udhëheqësin e komunës se trashëgimia kulturore po shkatërrohet në vend që të ruhet.